Bërmend e djeshme kanë qenë të ftuara dhe tezja e Selinës dhe bashkëshortja e Rogertit, familjarët e dy nga finalistët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ato janë përplasur ashpër me njëra tjetrën ndërsa po diskutohej loja e Selin. Tezja e saj është shprehë se ajo është përballur me sfida, ofendime dhe deri në cënim të imazhit nga Rogerti. Nga ana tjetër, bashkëshortja e Rogertit u shpreh se banore ka pasur interes të përballet me lojën e tij dhe ka zgjedhur me vetdije të mos i shmang situatat. Tezja e Selinës është shprehur me këto fjalë. Selin është një vajzë që i ka treguar të gjitha anët e veta aty brenda. Ka pasur dinamikat e saj që prej së këtij formati dhe ka treguar anën e saj njerëzore. Është përballur me të gjitha sfidat, është akuzuar shumë deri në cënim të imazhit, në denigrim dhe ka arritur t'i përballojë. Kjo është Selin, për mua është e rëndësishme që ajo të fitojë. Ajo është uragani Selin dhe Selin e ka treguar veten e saj brenda. Ndërsa bashkëshortja e Rogertit ka deklaruar, nuk jam dakord në shumë momente me lojën e Rogertit dhe këtë e pranoj. Selin nuk ka marrë ofendime, mund t'i kishte shmangur për i ka interesuar t'i dalë përballë. Shoqërishu po plas me Rogertin dhe u harrua krevati i mirit. Ju keni bërë dhe kërcënime publike, ja ktheu ajo. Nuk kam asgjë me ju, por denigrime dhe ofendime që bashkëshorti juaj ka drejtuar ndaj Selin janë të turpshme. Jeni vetë femër dhe duhet ta rikujtoni pak lojën e pisët të tij. Janë fjalë që bashkëshorti juaj i kanë nxjerrë nga goja, është e turpshme. Ajo nuk ka çfarë të flasë, të japësh akuzat e tilla është shumë e ulët, deklaroi tezja e Selin, duke pasur një përballje të ashpër me bashkëshorten e Rogertit. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.